Si ka zbuluar s'pak prona që dyshot se janë të ish drejtoresë së Aksit, to që renditi, se dhe dyshime janë tani këto, apo jo, për këtë Karshane. Derisa të kemi një vendim formës prerë, pa tjetër që këto janë në fazën e dyshimeve. Por dy persona që i ka dhënë një dorë të mirë SPAK-u në këtë histori, janë dy biznesmenë të cilët u rrëmbyen, dëshmuan, pra është Geron Meçe dhe Daniel Shima. Dëshmia e tyre e ka përforcuar hetimin e SPAK-ut, dhe pastaj SPAK-u ka hyrë dhe të marrë një nga një punonjësit e afërt që kanë punuar me, për shembull, shoferi i drejtoreshës Mirinda Karçanaj, për cilën kryeministri thoshte jeton me qerash, hallexhie, no? Shoferi ka thënë, po unë pagoja e çoja në filan në objekt, në te vila që kishte ajo, e çoja në filan apartament, te apartamenti që banonte ajo, kam bërë pagesat për mirëmbajtjen e objektit, është vajtur atje dhe shpitore, kush pagonte për mirëmbajtjen e këtij objekti, kështu janë lidhur fjet dhe ka dalë që Mirinda Karçanaj nuk është ajo që na thot kryeministri minimalisht, se jemi ende në fazën paraprake. Pra, ajo që thot kryeministri nuk është. Kemi të bëjmë Jemi në fazën që është ngritur akuzat dhe nuk... Jo flasë që nuk kemi të bëjmë me njerëz kaq të varfër dhe me zyrtar kaq që kanë shkrirë jetën e vetë për të progresuar ky kom, se kështu na e paraqiti. Pra, na e paraqiti si njeriu që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Në fakt, to që thot SPAK-u dhe to që thot kryeministri nuk përputhen. Sigurisht është gjykata që do vendosi, po flasim në këtë moment, kjo është situata. Pastaj ndërthurja e veprimeve korruptive me akte të tjera kriminale, me presione, me kërcënime, me rrëmbime qytetarësh. Pastaj e kompleton skemën dhe na tregon që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar, i cili ka vepruar. Jo, po ndryshe ata nuk do bënin këto sekuestro nëse nuk e qunin grup të strukturuar. Jo, mund t'i bëjnë ata dhe për korrupsion. Pa qenë grupi strukturuar. Pa qenë kështu e bën? Po, e bën. Tani, skema që përcaktohen tenderat se kush duhet i fitojë dhe falë tenderave merren disa rushfete, disa përqindje ndodh në të gjithë administratën shqiptare. Po dëgjojmë në një gjë të re. Në rastin në fjalë, ne kemi perfekcionimin e skemës. Pra nuk është më ajo skema banale që kemi dëgjuar deri tani në çdo institucion. Në këtë rast kemi 3-4 kompani të përcaktuara që do fitonin pothuajse të gjithë tenderat që bënte Akshi. Kemi lidhsin mes këtyre pronarëve dhe drejtoreshës së Akshit. Ky person, Ergyes Agasi, vitet e fundit u lidh me zonjën Karçanaj, se Karçanaj ka qenë 2017 që drejtor në institucionin, dhe kompanit... Kur fillon si aktivitet? Në 2017 ka filluar Akshi si institut, në thënë, ka marrë këtë formë Akshi me çdo tender. Bëhet çdo tender nga Akshi. Tani, Ergyes Agasi, në Durrësi, po s'ishte Gysi. Ergyes Agasi kishte një kompani EA Solution, kompanit këto të tjera të fitonin tenderat dhe një pjesë të parave me faturë i kalonin te kompania Ergyes Agasit, sikur Ergyes Agasi kryente shërbime, punë që ja ngarkonin këto kompani. Nuk bënte asnjë punë, sipas SPAK-ut thjesht merrte parat. Dhe me këto para... Se eri kemi diskutuar këto, po kemi sekuestrot. Po, këto para tani, një pjesë kalonin të zonën Karçanaj, tre shtëpi të deklaruara sipas SPAK-ut që janë në pronësi të zonës Karçanaj me emra të tjerë. Pra nuk kemi më emrin e zonjës që mban shtëpinë, por emra të personazheve që nuk e kishin iden fare, që ishin pronar të këtyre shtëpive. Të them fillim të gjithë kanë këtë gjë. Si të inceneratorët që ishin ato... Po, është më e perfeksionuar se inceneratorët dhe se çdo gjë tjetër, edhe këto tenderat e bashkisë, e çdo gjë tjetër që ishte e hapur fare, inceneratorët nuk janë gjetë paratë e zyrtarëve. Këtu në këtë rast kemi mënyrën se si ka funksionuar lidhja mes drejtoreshës, koordinatorit dhe kompanive. Zyrtarëve po, se janë në burg, vojtën dhe... Ca pllaka banjo, thot zoti Ameta, janë gjetur. Jo, ma Ameta janë futur tjerë. Po, dhe një pjesë e fabrikës së pijeve Nersek. Ka që është sekuestruar të? Babaj të zotit Alqi Bllako. Jo, me kanë vojtur dënim të tjerë, kanë vojtur ministra dënim. Jo, para sekuestruar. Nuk është njësoj me inceneratorë. Se të inceneratorët gjetën gjithsej 30.000 euro, kurse këtu të paktën pas kanë gjetur, me sa i pash të llogaritë bankare, të njoftimi SPAK-ut kishin gjetur shuma. Prandaj, po them që është njësoj. 7 milion euro. Në dëshmin
në këtë dosje, në dëshmitë e njërit prej njerëzve në dosje, deklarohet që drejtoreshës ju dorëzuan kuti ambalazh vere të mbushura me euro, 200.000 euro me përje 500, 200, 100. Pra dhe para kesh të thata të dorëzuara në dosje. Kjo quhet e vërtetuar, po u tha kështu, me njëri. Është e filmuar ajo, Ylli, nuk është vetëm fjalë, se po t'ishte vetëm fjalë, nuk do më kishte vlerë. Derisa s'pak e regjistron në dosje dhe e çon gjykat, është e filmuar, është e Parat ishin të futur në shishe. në kuti, jo në shishe, jo, në kuti, në ambalazh kuti e vere. Jo më se shishe, po full shishe mund të fyet. Kurse kjo, Në shishe, ishe një shishja? kurse kjo e verave është dhe më e bukur, sepse ata, jo në Tegos Resort, por në Durrës, gjetën dhe një faturë vere mbi kutit. Dhe fatura e verës ishte e njërës prej kompanive që fiton të tenderat, por që kishte dhe një kompani tjetër, një lokal, një biznes tregtie. Papa. Dhe i çfarë bonte? Verat që kërkonte Ergyll Sagasi për t'i pirë në për ambientet intime të shtrenjta, i porosiste ky. Në emër të Ermal Beqirit dhe i vinin verat nga jashtë, ato verat e shtrenjta, me faturë dhe nuk bonte tregti me këto vera. Si që e kërkonin, me çmimin që e kërkonin, me atë çmim ja u sillte. Për të vetë gjithë tjera dhe për të kërcënimeve që kemi dëgjuar nga Geron Meça dhe tjetri, këtu është një biznesmene e martuar me një Gjerman që kishte një kompani dhe zotronin një patent falë cilës kishin fituar një tender të akshit. Edhe në këtë rast i dërguan njeriu e tyre që të bëj pjesë partneritet për të marrë një shumë parash që i duhej për të paguar Ergyll Sagasit. Dhe në këtë rast, meqense zonja nuk pranonte ta bënte këtë gjë, e kërcënuan. I shkruan të zonja Karçanaj, shko fol me Ermal Beqirin që të zgjidhet kjo punë. Dhe kur tarkon Ermal Beqirin, ai thot, ke hyrë në një pishim peshkaqenësh. Po kjo është e dëgjohet. Kjo është dëshmia e zonjës, Më thanë, ke hyrë në një pishim peshkaqenësh dhe u detyrua të paguante Ermal Beqiri, dhe u detyrua të paguante 100 milion lek rishfetin e punës që kishte marrë. Zoti Bushati, kemi thënë shpesh që s'pak qalon të kjo pjesë e sekuestrimit, si që përmendëm tani këtë rastin e incineratorët e të, më thënë, shkojnë njerëzit në për burgje, në për këshu, kapen, arrestojnë që shtek, po të sekuestrimi ka një... Të konfiskimi, do më është. Të konfiskimi në rastin konkret, se sekuestru është që gjeme madhe, thotë konfiskimi vjen po në shumë këtë rast ta mund të quhet sukses kjo, s'pak që ka ndodhur bet fjalë për pasuri me goxha vlerë, me thënë drejtën, ha? Atë them ti. Së pari si e thua ti, po jo se jo, një fjali vetëm se e thot Bushati pastaj. Vetëm të jap si element. Javën e kaluar nëse pe ishte një lajm që një pronë e konfiskuar një elementi të krimit organizuar, i dënuar në burgim përjetshëm, pra Redian Rajës, Redian Raja është këtu në aeroport Matan. Po, ju dha në dispozicion për aktivitete kulturore.